Aktoria e madhe Tinka Kurti mbrëm u shfaq në Big Brother VIP Albania 4 duke mbështetur Laert Vasilin. Gjatë bisedës me gazetaren e këtij emisioni, ajo tregoi se është në shtëpinë e të moshuarve duke jetuar tash e sa kohë. Madje ajo tha se kur kam ardhur në këtë vend nuk jam ndier mirë dhe doja të ikja nga këto, por që tani tha jam mirë. Tinka, një aktore e madhe dhe me shumë role të realizuara, si përfundoi në këtë gjendje, pa përkujdesin familjar e as atë shtetëror. Për Tinkën dhe për aktor të kalibrit të saj, edhe nëse nuk do të kujdesej familja, do të duhej që shteti t'i siguronte një jetesë, një pleqëri më të mirë e jo të përfundonte në shtëpinë e pleqëve. Tinka Kurti u lind më 17 dhjetor të vitit 1932 në Sarajev në familje artëdashëse. Familja e saj shpërngulet kur ishte 5 vjeç Tinka drejt qytetit të Shkodrës. Këtu mbaron arsimin 7 vjeçar dhe në vitin 1947 niset në Tiranë për të studiuar në Politeknikun e Tiranës. Megjithse ka lindur në Sarajev, ajo është shprehur se unë jam aktore e Shkodrës. Atje kam dashurinë e dhimbjen, mallin dhe pengjet e mia, thoshte aktoria në një intervistë para disa kohësh.